Zoti Biden I dha fund vizitës në Kosovë me ceremoninë e përurimit të një rruge që mbaron emrin e të birit të tij, Bob Biden, I cili kishte shërbyer në Kosovë në vitin 2001. Vizita e zotit Biden në Kosovë shihet edhe si një vizitë lamtumire e tij në Ballkan, një rajon për të cilin ai ka qenë vazhdimisht I angazhuar që në kohën që ka qenë senator. Korrespondenti ynë, Leonat Shehu, njofton nga ceremonia e përurimit të rrugës. Nën presidenti amerikan Joe Biden mori pjesë të mërkurën në ceremoninë e emërimit të një rruge me emrin e djalit të tij të ndjesht Joseph Bob Biden. Rruga që do të mbajë këtë emër që në Bondsteel në kampin e disa qindra trupave amerikane që vazhdojnë të shërbejnë në kuadër të forcave paqëruese të udhëhequra nga NATO-ja në Kosovë. Në një ceremoni emocionale, nën presidenti Biden kujtoi kohën kur I biri I tij ndjer kishte shërbyer në Kosovë si këshilltar ligjor në vitin 2001. Ai ndroi jetë vitin e kaluar në moshën 46 vjeçare. Nën presidenti Biden tha se kur I biri kishte ardhur në Kosovë kishte rënë në dashuri në këtë vend, ndërsa falenderoi institucionet për vendimin që rruga që çon në kampin Bondsteel të mbajë emrin e të birit të cilën e kishin kaluar së bashku në vitin 2001. But maybe, as I said, what I remember most was our trip up this hill to what become an enduring monument to KFOR and America's commitment. Mbase më së shumti e mbaj mend këtë udhtim në këtë kodrin që u bë monument I KFOR-it dhe përkushtimit amerikan ndaj lirisë dhe pavarësisë së Kosovës, tha ai, duke nënvizuar se është synimi I familjes së tij që të përmbush synimet e Bob Biden. To know that 5, 10, 20, 60 years from now, my grandchildren, my great-grandchildren, my great-great-grandchildren, because I assure you, every Biden born will make the trip. Every Biden born will make the trip to see that monument. Ta dim se 5 vjet, 20, 60 vjet më pas, nipat të nipat e mi, çdo Biden I lindur do të udhtoj për të parë atë monument të babait, gjyshit e stërgjyshit që besonte në Kosovën. I believe not only you can, that you will build an enduring, free. Unë besoj se ju vetëm mundeni, por edhe do të ndërtoni një Kosovë të lirë, demokratike, përparimtare, që do të përmbush ëndrat dhe shpresat e mohuara për një kohë të gjatë, thanën presidenti Biden. Kjo do të jetë edhe një nga rrugët që mbajnë emrat e personaliteteve amerikane, një formë kjo me të cilën në Kosovë shprehet mirënjohja për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Kosovën, rolin e të cilave cilësojnë të pazëvendësueshëm në të gjitha proceset politike. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.